Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës për të gjitha shenjat e horoskopit. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e postuara, videot e muajt korik, sepse aty përfshihet i gjithë muaj, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë, shohim energjinë që do na vi. Ftoj dhe njerë të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Atëherë erdhi një energji fantastike në lidhje me ju. Shoh që keni kaluar shumë tension, shumë stres në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme në dashuri, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Në rastin tjetër mund të keni qenë shumë të tensionuar në lidhje me punën, me çështje dhe situata me shtëpinë, me familjen, me pjesën e dokumentave për një pjesë prej jush, me studimet tuaja, por shoh që ju çliroheni nga këto situata në fillim të javës. Dhe në mesin e javës shoh që ju do flertoni një person, ose mund të jetë një person që flerton me ju, dhe shoh që për pjesën tjetër mund të jetë dhe një person që vjen drejt jush për t'ju shfaqur ndjenjat dhe emocionet që ka, dhe në fund të javës unë shoh një fillim të ri. Një fillim të ri në dashuri që do ketë jetë gjatësi ky fillim i ri që do bëni, ose do shkojnë në perspektivë, ndërsa për pjesën tjetër ju shoh që do keni lajme të mira, do ndiheni më të çliruar, një shërim shpirtëror për pjesën tjetër, çliroheni nga këto situata të kaluara, në çfarë do lloj fushe që mund t'i keni pasur, dhe unë shoh një shërim, por dhe një çlirim dhe një qetësi shpirtërore, do ndiheni më mirë për veten tuaj, dhe në fund të javës shoh fillime të reja. Këtu kemi planet Jupiterin, që sjell edhe fat në këto fillime që do bëni. Mund të jetë fillimi një dashurie të re, fillimi një pune të re, një fillim i ri ekonomik, por që gjithmonë do marrë zhvillime të mira dhe do t'ju sjelli bollëk dhe prosperitet në vazhdimsi. Është një javë fantastike në lidhje me ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë shohim energjinë që na vjen. Jemi të energjia e shenjave të tokës, që jeni ju vetë, energji të shenjave të zjarit, dhe kemi dhe kullën, energjinë e kullës. Gjithsesi ju shoh në dilema. Mund të jeni në dilema në lidhje me një dashuri, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ose ju mund të jeni në dilema në marrjen dhe dhënien e dashurisë në lidhje me një person, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni te vendi punës. Mund të jetë edhe dilema ekonomike, mund të jetë një investim që dëshironi ta bëni, mund të jetë që ju të jeni midis dy punëve, dy situatave ekonomike, dhe ju shoh që do jeni në një situatë ku nuk dini se çfarë të zgjidhni gjatë fillimit të javës. Kjo mund të ketë lidhje edhe me punën, ose edhe në çështje dhe situata që mund të kenë bëjnë me familjen, me shtëpinë, me fëmijët, me pushimet. Por në mesin e javës ju shoh që do keni një fillim të ri. Për pjesën e personave që mund të jenë beqar dhe ndiheni midis dy personave, unë shoh që ju do bëni një fillim të ri me shumë pasion. Shoh që do keni një energji të fortë zjarri këtu, dhe shoh që jeta juaj do filloj të ndryshojë. Kthej dhe në vazhdim, sepse shoh që diçka rrëzohet aty për të ndërtuar
diçka me e sigurt, një njohje ose një lidhje me e sigurt. Nëse ju keni që një njohje ose lidhje që nuk ju ka dhënë siguri, atëherë unë shoh që ju do ndryshoni gjithçka në lidhje me rrjetën tuaj, duke bërë një fillim të ri me shumë pasion, po që do t'ju japi stabilitet dhe siguri në jetën tuaj. Për pjesën tjetër mund të ketë lidhje dhe me fëmijët tuaj kjo situatë. Gjithsesi, për gjithë ata që janë në dilema ekonomike, në lidhje me studimet, me kontrata të ndryshme, unë shoh që ju do bëni fillime të reja. Do harrini në mes të javës që ju të vendosni për t'i bërë këto fillime. Dhe shoh që një ndryshim i madh do vi në jetën tuaj, mund të keni ndryshim luku, ndryshim shtëpie, ndryshim ambienti, ju mund të ndryshoni diçka te puna juaj, mund të ndryshoni diçka nga ana ekonomike, por gjithmonë këto ndryshime do vinë për mirë në lidhje me ju, me çfarë do lloj çështje dhe situate që ju do keni gjatë kësaj jave. Është një javë fantastike, thjesht është ai fillimi i javës në dilema, por mesi i javës dhe fundi i javës përcakton ndryshimet që ju dëshironi në jetën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e WhatsAppit. Atëherë, ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Keni të bëni me energji të shenjave të ujit, të ajrit dhe energjinë e shenjës së luanit. Gjithsesi në fillim të javës ju shoh të gëzuar me lajme të mira, një energji e bukur në lidhje me ju, një gëzim familjar ose ju mund të keni takim me një person të dashur dhe kjo gjë do t'ju gëzoj. Por ju shoh që nuk e di, do jeni në kërkim të dashurisë, ndoshta kjo gjendje emocionale që do keni në fillim të javës do t'ju bëjë që ju të jeni duke kërkuar një person. Dhe këtu flasim për gjithë ata që dëshiron të futen në njohje të reja. Ju shoh që keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi, por do ta gjeni forcën në lidhje me një dashuri. Për pjesën tjetër, mund të jeni duke kërkuar një shtëpi, blerje në një shtëpi ose mund të jeni duke kërkuar një makinë, duke kërkuar udhëtime me familjen tuaj, dhe ju shoh edhe në udhëtime në fund të javës, por edhe në lidhje me çështje dhe situata ndryshme që mund të kenë të bëjnë me punën, me kontrata të ndryshme gjatë kësaj jave. Gjithsesi, ju shoh shumë në lëvizje në fillim të javës, dëshironi të bëni në mesin e javës, dëshironi të bëni gjëra të shpejt, dhe unë shoh që do jeni në lëvizje gjatë gjithë kohës në fund të javës, por dhe kjo ka lidhje në çfarë do lloj fushe që ju gjatë kësaj jave jeni në kërkim të bërjes së gjërave. Thjesht duhet të tregoni të kujdesshëm, mos u tregoni pak të nxituar, sepse shoh që nga ky entuziazëm që keni, mund të dëshironi që gjërat i bëni shpejt, por mund të thoni dhe fjalë që nuk duhet i thoni. Gjithsesi, unë shoh që gjithçka që keni kaluar do ta lini mbrapa dhe do gjeni forcën për të ecur përpara në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Është një javë fantastike edhe në lidhje me ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Wow, kanë dalë 3 karta që tregojnë, jemi te karta e botës që tregon energjinë e shenjës Demit, Akrepit, Luanit, Virgjëreshës. Ju mund të shikoni dhe ku keni ascendenten ose hënën, sepse mund t'i keni tek këto shenja. Kemi kullën, kemi dhe energjinë e hënës që është energjia juaj, dhe shoh që ju në fillim të javës ju do mbyllni cikle të vështira, vështirësi që keni kaluar në lidhje me njohjet, me dashurinë, me lidhjet ose marrëdhëniet. Shoh që ju do jeni duke mbyllur një cikël të vështirë në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj, ose cikle të vështira në lidhje me punën nga ana ekonomike,
dhe shoh një ndryshim të madh që vjen në jetën tuaj. Mbas mbylljes së një cikli të vështirë, aty do fillojnë të ndryshojnë gjërat për ju. Dhe vijnë ndryshime që ju japin siguri. Janë ndryshime, shoh që diçka rrezohet aty, ndoshta një njohje, një lidhje, një marrëdhënie, sepse ju mbyllni diçka për të filluar diçka të re, dhe unë e shoh që ky ndryshim që do bëni, ky fillim i ri që do bëni, është një fillim që do t'ju japi siguri në veten tuaj. Por, gjithsesi në fund të javës, shoh që keni paqartësi, keni frikra emocionale, duhet keni kujdes edhe në lidhje me prapaskena të ndryshme që mund t'ju bëhen gjatë fundit të javës, por shoh që është një javë ku ju tregon mbyllje të vështirësive, të situatave, të çështjeve që keni pasur, fillime të reja dhe ndryshime të mëdha që do vinë, por që do t'ju japin siguri në vazhdimsi. Thjesht duhet të dilni nga energjia e paqartësive, pasigurive, frikrave emocionale, por edhe mund të keni edhe persona që ju rinë afër dhe ju bëjnë prapaskena. Duket sikur ju mbështesin, por janë persona që veprojnë dhe mendojnë komplet ndryshe nga sa shfaqin para jush. Kështu që thjesht tregoni të kujdesshëm në fund të javës. Gjithsesi, është një javë fantastike me mbyllje të një cikli, çështje, situata të vjetra që ju ndoshta ju kanë krijuar shumë vështirësi, ndryshime të mëdha, shoh rrëzime, domethënë prishje të diçkaje, por kjo ndodh për një arsye më të mirë që ju të filloni gjëra më të sigurta në jetën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Gjithsesi, shohim energjit, ju mund të shikoni dhe ascendenten ku e keni, sepse është më e rëndësishme. Dhe shohim, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit, të ujit dhe të ajrit. Gjithsesi, ju shoh në fillim të javës, shoh që ju dëshironi të bëni fillime të reja me shumë pasion. Një fillim i ri në dashuri, një njohje re, ose ju të keni shumë pasion në lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër, është këtu kemi energji zjari dhe ju jeni një energji zjari, por shoh një energji të jashtëzakonshme që do keni në fillimet e reja që do bëni. Këto mund të jenë nga më të ndryshmet. Dhe unë shoh dhe kontrata të rëndësishme që do keni gjatë fillimit të javës. Gjithsesi, ju shoh që do keni një energji të fortë nga universi. Dhe në mesin e javës shoh që nuk e ndiheni të pakënaqur nga diçka, ose refuzoni ose ju refuzoi diçka në këtë fillim të ri, sepse shoh që ose mund të ndiheni pak të refuzuar në lidhje me një punë ose në lidhje me një situatë, me një çështje, nuk e di, por mos u trishoni sepse unë shoh që një energji nga universi vjen aty dhe ju thot ja ku keni mundësi dhe oferta në lidhje me çfarë do lloj situate. Dhe ju shoh që ju dëshironi t'i bëni gjërat shpejt. Në momentin që vijnë këto mundësi për ju, mund të jetë një ofertë në lidhje me dashurinë, një ofertë pune, një mundësi për fëmijët tuaj në rastin tjetër, ose në lidhje me anën ekonomike, ju do t'rregojeni shumë të nxituar, ose dëshironi t'i bëni ato gjërat shumë shpejt, ose mund të jetë edhe jeni në kërkim të anës tuaj ekonomike për ta arritur atë në lidhje me punën, me financat tuaja, por ju shoh që nuk duhet merrni vendime të rëndësishme, sepse ju shoh që tregoni shumë të nxituar dhe doni t'i bëni gjërat shpejt, mund të bëni edhe gjërat të gabuara gjatë fundit të javës. E rëndësishme është që ju bëni fillime të reja, do keni mundësi dhe oferta në lidhje me gjithçka, thjesht doni t'i bëni gjërat shpejt, por mos u nxitoni në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni gjatë fundit të javës. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj.
Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë juftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente, sepse është shumë e rëndësishme. Gjithsesi më dolën 4 letra, më duhet t'i shoh të 4 këto. Ju shoh që në fillim të javës do ngeceni në mendime negative, do mendoni negativisht në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet që ju keni. Mund të ketë lidhje me shtëpinë, me familjen, me udhtime të ndryshme që dëshironi të bëni dhe thjesht jeni bllokuar në mendimet tuaja. Po rruga është e hapur, nuk ka lidhje me mendimet që ju keni. Kjo ka vlerë dhe në lidhje me pjesën e dokumentave, pjesën e studimeve për një pjesë tjetër, por dhe me çështjes shëndetësore. E rëndësishme është që ju rrugën e keni të hapur, thjesht duhet të dilni nga kjo energji mendimesh negative që do keni gjatë fillimit të javës. Dhe në mesin e javës shoh një çlirim. Ju harini të çliroheni nga këto mendime që mund të keni në fillim të javës, por ndërkohë mund të jetë diçka që ka lidhje me të kaluarin, që ju mund të tregojeni të mbyllur ose mund të mbyllur në mendimet tuaja, ose mund të paragjykoni ose të mendoni keq në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Gjithsesi, unë shikoj një çlirim shpirtëror, një shërim, shikoj lajme të mira, për gjithë ata që janë me familjen, shikoj një gëzim të madh në familjen tuaj, ose ju mund të shkoni dhe me pushime dhe të ndiheni mirë. Dhe shoh që ju keni punuar shumë fort. Dhe është një periudhë që ju do keni dhe ide të reja në lidhje me këtë, sepse ndoshta gjithë ky entuziazëm që do keni do t'ju bëjë që aty papritur të mendoni që keni arritur një farë standardi dhe thoni tani është momenti, më falni, tani është momenti për të bërë diçka tjetër dhe aty do t'ju lindin ide të reja. Në lidhje me dashurinë, ndoshta ju jeni ndier pak të pakënaqur ose jeni ndier të pavlerësuar në lidhje me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja. Dhe këtu flasim për gjithë ata që janë në këto situata, dhe unë shoh që në momentin që ju vini në këtë lloj energjie, aty ju lind një ide dhe unë shoh që një person i ri vjen aty. Dhe ju shoh që do keni një takim, ju shoh shumë të dashuruar, ndërsa në lidhje me pjesën tjetër, gjithë ata që mund të kenë qenë të pakënaqur, të pavlerësuar, ndoshta ky person vjen në një moment në fund të javës dhe ju bën që ju të dashuroheni përsëri me këtë person, sepse ju shoh që ju do filloni të mendoni ndryshe, duke dalë nga mendimet negative në lidhje me këtë situatë. Për pjesën tjetër do keni partneritete te vendi punës, bashkëpunime të ndryshme. Gjithsesi, është një javë fantastike, thjesht dilni nga mendimet negative dhe ajo mund të ndodhi brenda një dite vetëm. Ju shoh të gëzuar me familjen, por edhe të gjithë ata që mund të kenë marrëdhënie të konsoliduara dhe të gjithë ata që janë të kënaqur, shoh që fundi javës do t'ju gjej bashkë, do t'ju gjej më të dashuruar, ose një person hyn në jetën tuaj që do t'ju japi shumë dashuri. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal.